I ftohti ekstrem në lindjen e Shtetet Bashkuara rritet numri i viktimave dhe ndërprerit të energjisë. Një valë e ashpër të ftohtit dhe stuhi dimërore kanë përfshirë më shumë se gjysmën lindore të Shteteve të Bashkuara, duke shkaktuar të paktën 50 viktima, ndërprerje masive të energjisë elektrike dhe dëme të mëdha ekonomike. Autoritetet parajmërojnë se kushtet pritet të përkeqësohen dhe mëtej në ditët në vijim. Stuhia shtrihet në një zonë mbi 2100 km nga Arkansas deri në New England, duke sjellë borë të dëndur në veri dhe akull të rrezikshëm në shtetet jugore. Temperaturat kanë rënë nën zero edhe në shtete si Tennessee, Mississippi dhe Carolina e Veriut, ndërsa në Floridën veriore priten temperatura deri në -4 gradë Celsius. Shërbimi kombëtar i motit paremëron se kjo mund të jetë periudha më e ftohtë e përjetuar në dekada për disa zona me rekorde të reja temperaturash minimale. Një tjetër stuhi dimërore mund godas prekun lindor gjatë fundjavës, ndërkohë mbi 410.000 familje dhe biznese mbeten pa energji elektrike, kryesisht në Tennessee dhe Mississippi. Në Nashville, më shumë se 110.000 konsumatorë vazhdojnë të jenë pa rrymë, ndërsa qindra persona janë strehuar në qendra emergjente dhe strehimore për të pastërret. Ngjarjet më tragjike janë raportuar në Texas, ku 3 vëllezër të moshës 6, 8 dhe 9 vjeç humbën jetën pasi ranë një pellë të ngrirë. Në New York, autoritetet konfirmuan 10 persona të gjetur të vdekur në rrugë si pasojë të ftohtit ekstrem. Viktimat janë raportuar edhe në Massachusetts, Ohio, Arkansas, Louisiana dhe Indiana, përfshirë aksidente me borë pastruese dhe raste hipotermie. Situata ka prekur dhe transportin ajror pas një fundjavë kaotike, mbi 17.000 fluturime të anulluara. Trafiku ajror po i kthehet gradualisht normalitetit, megjithse mijëra fluturime u anulluan edhe në fillim të javës. Autoritetet shëndetësore parajmërojnë qytetarët të mos përdorin soba gazi apo pajisje të rrezikshme për ngrohje, sepse rreziku i helmimit nga monoksidi i karbonit është i lartë. Të paktën një vdekje nga ky shkak është raportuar në Louisiana.